Jam mirëmëngjes me një foto që vjen nga Himara jone e bukur. E pashte jo që me thënë drejtë dhe më pëlqeu dhe thash ta shpërndaj dhe unë, që thot kanë shkruar në një kazan plerash, jo inteligencës artificiale. Pra, la intelligenza artificiale non ci serve. Kjo, nëse ju duket pa kuptim, fakt nuk është pa kuptim, sepse Himara na propozon, Himara është një vend pregëtar shumë i bukur në Shqipëri për gjithë ata që do vinë për të bërë pushimet në Shqipëri, se tashmë plazhi ka filluar, vera ka filluar dhe nuk kemi pse ata të paktën ata që shkojnë në Himar nuk kanë pse përdorin, po them, inteligjencën artificiale për treguar sa i bukur është ky vend dhe sa bukur bëhet plazh në këtë vend, sepse mund ta bëjnë bio, mund ta bëjnë natyrale, mund ta bëjnë në mënyrë më tradicionale të mundshme, jo fotot, jo videot, jo etj, sepse Himara është vërtet një vend i bukur. Shqipëria është një vend i bukur në përgjithësi për të bërë plazh. Ka ca gjëra që nuk shkojnë, po çon si ka plazhin mund ta bëni. Kështu që pëlqeu shumë kjo foto që erdhi nga Himara, pra jo inteligjencës artificiale. Realitet çuna goca, realitet. S'kemi nevojë. E kemi Shqipërinë të bukur, s'kemi nevojë për inteligjencë artificiale. Hajde, ciao.